Kush ja bëri Kadria Zbiut? Jo, më ka thënë djali me Meçeut vet. Kush Skënderi apo Ky shqiptari? Bashkim. Po. Tha kur bëjshë ato demonstratat në fillim, u takua tek Fotosërbeu, po rrinim. Tha shkota, gjitha vërsulish për të vajtur te Enveri, tha. Ata që afroshin shumë, tha Enveri, tha, i binde, tha, dhe rregulliste. Do lufta për pushtet është e tillë si tha, lekun ta falta, po pushtetin nuk ta falta. Kështu që këto kanë qenë pjesë e sistemit të diktaturës. Ke ndonjë histori me ndonjë tjetër? Jo, me këto jo. Okej, foto tjetër? Me Agromu Saraj. Po, kjo zonja këtu, po, kush është ajo? Ish ministrja e Anglisë, po, Baronesha Çoker. E brendshme? Jo, ministre për Commonwealthin. Commonwealthin. Dhe ka një histori. Ku jeni këtu në akademi? Në akademi. Janë studentët? Janë studentët dhe është Ledi Çoker, ajo është Vera Xhelo për kthysja, është Agromu Saraj, unë e student. Tashti ç'a ndodh? Vjen përfaqësuesi i ambasadës, Steven Nesh, ai që është marrë me Butrindin, kanë thënë kohët e fundit, dhe kalkulojmë vizitën. Ai doli te obori i shkollës, vuri kronometrin, filloi ngjiti shkallët me ritmin e baroneshës, ul, tha 2 minuta e 30 sekonda, tha është koha që do ngjitet. Dhe 2 minuta zbritja, bëjnë 5 minuta, tha me atë afërsisht. 2 minuta fjalim ti, tha, 2 minuta për kthim. 3 minuta fjalim Musaraj, tha, 3 minuta për kthim. 5 minuta baronesha, kështu dhe nxori kohën 22 minuta e 30 sekonda. I thashun, po mirë, ti mendon se ajo zonja do rri 22 minuta, ja 25 minuta këtu? O zotri, tha, është këshilltarja e zonjës Hekur, tha, nuk është kështu, tha. Okej. Marri masa. Margaret Thatcher. Po, e Thatcher. Dhe pas 2 ditësh erdhi, ndërkohë unë kam dhe material filmik aty, ishte Dritan Sheu, ministri i shëndetësisë, tha Skënder, tha, po e rregullove humorin, tha, asaj, tha, se na ndodhi një ngjarje çfarë. Vajtëm në spital, tha, te pediatria për bërë vizit me baroneshën, tha, dhe në moment vërtet një nën, tha, sepse vdiq fëmia. Edhe kjo e quajti një lloj tërslloku të madh. Në dalje, tha, na djelimi i përpara. Tha, dhe tha, zoti Dritan, tha, ne do ju ndihmojmë, tha, po min, tha, do t'i rrisni vetë, tha, do t'i hiqni vetë, tha. Dritan Sheu, tha. I tha, po. Tashi vjen baronesha dhe zbret, na jep dorën me radhë, unë kronometroja kohën, se kisha vënë bast me atë Sheu. Erdhi, në moment këtu, pa një fotografi të Essexit, policia Essexit, disa nga tronin Essexit, thosha, është Essex. Nga tronin Essex, po, edhe tha, tha, policia, tha, në Essex kam lindruar, tha. Po unë, llogarisë sa sekonda kalon. Po. Vazhduam sipas procedurës, sipas protokollit. Ande nga fundi thash, zonjë nderuar, thash, e kisha mësuar përmendsh se nuk në atë kohë nuk e dija anglishtën kështu, edhe kisha mësuar përmend shprehjen, thash zonjë nderuar, a mund na japësh kënaqësinë se një grup studentësh dëshirojnë t'ju përshëndesin? Po me kënaqësi, tha. Dhe unë bëj me shenjë, ngrihet studenti i parë dhe reciton Haroldin. Çfarë Harold? Çfarë Harold? Po, Bajronit. I dyti Robert Burns. Skocezi. Po, skocezi. Malsori. Pas e me radhë tjerë, kjo po i gjënde me shumë, si ishë në anglisht. Po? Tha, zoti drejtor, tha, a mund të zbresun t'i takoj këta nxënës, tha, këto student, ka shkëlqyshëm? Po, dhe nga 22 minuta, ajo ndeti 1 orë. Shumë bukur. Dhe në atë kohë, do të thënë ishte një ngjarje madhore, se në akademi sot në akademi vinë shumë, por në atë kohë ishte një ngjarje. Edhe kjo e miut pas ka qenë. Po, vrisi vetë. Mit vrisi vetë, vritin e vet. Foto tjetër. Të kalojmë pak shpejt. Drejtorët e përgjithshëm të policisë së shtetit. Vetëm të kalojmë shpejt. Për arsye të punës, kam pas të bëj që nga zoti Astrid Mehja, deri tek Ardiveliu. Drejt Ardiveliu. Po. Kam njohje shpejt, si ke... Si veçori,
Astrid ishte patriot. Astrid Meja ishte patriot e donte Shqipërinë dhe për të ka pas i perceptim sikur është i korruptuar ndaj këtij, fakt ai vdiq i veshur me uniform, e kemi futur edhe ka marrë fjalim në Rubiek, në varrimin e tij dhe është nga 10 drejtorë përgjithshëm që është futur edhe me uniform policie. E kishte lënë amanet. E kishte lënë amanet? E kishte lënë amanet. Astrid Meja. Astrid Meja. Sabri Jace? Po, është drejtor i përgjithshëm. Është përpjekur, kuptohet, gjithë përpiqen aq sa i lejon hapësira. Pak kanë drejtor. Agim Shev si e vlerëson rolin e tij në histori e policisë? I kam thënë kështu që një ambasador e pa se si po reagonte në Rinas ndaj disa oficerëve dhe tha mua s'm lejo ta them, po kam frikë se ai urren qenë njerëzore, tha. Urren qenë njerëzore. Drejtori i policisë urren të qenë njerëzore. Sepse ke parasysh nga herë në biseda kështu ato edhe hapeshin. Sokol Bare po prap njëri shumë korrekt, shumë i përkushtuar, besniku pak kohë ka qëndruar, por ishte korrekt. Hasan Metej e njoh që kur ka qenë student, se ka qenë mundës me Gjirokastrën. Edhe e kam mik. Me Gjolikun nuk kam punuar. Veli Miftarin kam pas një përplasje me të, por nuk e kishte se e kishte nga vetja ti, por ishte më shumë imponuar. Bilbili, po, s'kam që flase shok. Ti ke pasur shok, po si ke punuar me Bilbili shok? Por Bilbili ka pas një integritet jashtëzakonshëm. Bilbili i tregonte dhëmët dhe ministrit, brenda kufive. Dhe për këtë e pësoj. Na tregojnë qik tani, dhe për këtë e hoqë? Po. Cili ishe ministri që i tregoj dhëmët? Jo, ministri e tregoj dhëmët si thua në thojza, Ilir Gjonit, sepse një moment Bilbili shkon për vizit diku, dhe ministri me i herë bën 40 emrime, livizje. Do të na iku jashtë? Iku dhe firmos ministri. Po e kishe drejtë ligjore? Dhe Bilbili i tha, ore, po qa bare ti tha kështu? Po, ke parasysh, hamë s'ka problem. Jo më rëzot i tha, ti e mbrove, thonë të jeshta. Dhe joqi? Po, filloj i livizit Bilbili, hesta. Dhe Bilbili ka qenë kokoroq, në kuptimin e... Kokoroq do të këmgullës, nuk qante kokë shumë për... Kam baruar shkollë... Dhe i thëmë për ne ke paguajtur, por prapë... Dhe nga kjo hoqën? Rogën, jo, e hoqi Luan Rama, me porosit Fatosit. Nanos. Ashtu. Dhe i thëmë Bilbili, po thamë prapë se prapë rogën e mora, tha. Se fitoj gjyqi? Rogën e mori... Fitoj gjyqi? Po. Bajrami, Ibrahim? Bajrami shumë korrekt. Bajrami një institucional, kështu. Ahmeti po prap shumë korrekt. I vetmi drejtor policie poet, shkrimtar. Po shkruan, ka botuar mjaft. Me Ahmeti kemi një moment të përqeshur. Se? Punohet e zyra statistikave në drejtorit përgjithshme dhe nxjerrim dhënat dhe aty thote vepra që ndiqen nga sektori antiterrorit, 9 vepra. Po. Dhe në moment ky shikon duke shkuar për te ministri me Skënder, thot, me direkt. Që është kjo 9 vepra terrori më burrë? Ku i gjete këto vepra terrori? Tha, je Terezi? O drejtor, thash, janë ato mesazhe që u bëjnë ambasadave që pse s'na jepni vizat, e u bënin mesazhe kërcënuese, dhe ato alert thoshin akt terrorist, kërcënim. Edhe ato. Ato merresh nga sektori terror, por nuk ishte akt terrorist, kuptohet? I thash kështu që janë me mesazhe të kësaj. Me Burgen po prap kam punuar, Artanditin e kam pas edhe Vartës. Edhe Vartës. Kur kem punuar të ndyer shpejt, edhe Epror, drejtori forcës speciale dhe si drejtori përgjithshëm. U plagos tek afër xhamis Gjurës. Po, xham. Ndaj një terroristi. Po. Ardi Veliun kam pasur student, e kam çuar në Turqi dhe ai kishte një respekt dhe ka, kuptohet respekt jashtëzakonisht për mua. Gledis Nano nuk kam punuar me të, por është drejtor djali Agron Nanos, kolegu tim. Gledisi ka kontribut, është shumë i pasur. Ka një lidhje me mua sepse Gledisi bashkë me djalin tim kanë mbajtur 3 herë në Siri, te kampi Al-Hol. Se ka qenë djali yt atje? Djalim ka qenë bashkë me... Si quhet djali yt? Indri Dota.